Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha, ja ku takuam përsëri për një video të re në kanalin tim. Sot do të flasim për gjuhën greke. Përpara se të fillojmë mësimin, do doja të thoya të gjithëve që mos zguroni të na shtuaroni te kanali im, sepse çdo javë do të gjeni video të reja të gjuhës italiane, greke dhe angleze. Në rregull, dhe për çdo paqartësi ose pyetje që keni mund të lini në komentet. Sot do të flasim, duke qenë se herën e kaluar morëm alfabetin grek, sot do të marrim gërmadyshe të alfabetit grek, pra si lexohen gërmadyshe. Në rregull, do doja të thoya që mendoj se jeni shumë e fat që jeni te kanali im, sepse po merrni dy gjuhë që kanë bërë historinë e botës, pra gjuhën latine që rrjedh Italisja dhe gjuhën greke. Në rregull, pra edhe një herë duhet të ndjeni shumë e fat që po mësoni dy gjuhë kaq të vjetra të historisë botërore. Atëherë le të vazhdojmë me mësimin e dytë të gjuhës greke, siç e kemi marrë italisht gjuhët gërmadyshe, tani do marrim edhe këtu te greqishtja gërmadyshe. Pra, kur kemi këtë edhe i në greqisht, një gjë që duhet të bëjmë më dije, në greqishtja para is që është kështu nuk vendos pikë greqishtja. Në rregull, e lë kështu pa pikë. Pra, edhe i do ta lexojmë i. Pra, kur kemi të fjalën ikona dhe jo e ikona, në rregull, sepse edhe i lexohet ikona. Në rregull, fotografi. O dhe i, o, i. Pra, o dhe i lexohet i. Ikojenia, familja, dhe jo ikogenia, sepse shumë shqiptarë thonë ikogenia. Ikojenia me j, kjo është j, ikojenia, j. Dhe njëherë dhe jo ikogenia. Panagia dhe jo panagia. Në rregull, pra ky mësimi i gjuhës greke po jepet edhe për të përmirësuar disiv të folur shqiptarëve në Greqi, sepse duke qenë këtu 7 vjet, duke pas zburin minoritar, pra homogenisti thotë këtu në Greqi, dhe dita flasim mirë greqishten, më ka ndihmuar që të bëj këto dallimet. Në rregull, dhe unë prandaj po bëj këtë video që të përmirësojmë të folur para të folur në gjuhën greke. Në rregull, sepse gjithmonë grekët kur flasin për shqiptar thonë që bëjnë këto gabime, te rr-ja, te rama, ikogenia, pra ikogenia me j. Në rregull, më fal që ndalem shumë te këto fjalë, sepse duhet që të përmirësojmë. Pra brezi ose ata që shikojnë video, të përmirësohen, t'ia thon prindër ose prindët që i dëgjojnë, sepse nuk është si puna rr si nuk e themi dot, është j, ikogenia. Në rregull, le të vazhdojmë të tjera se kemi shumë dhe nuk do të zgjatëm shumë. O dhe u lexohet u, kunja, djep ose kolovajse. A dhe i lexohet e, ime, pra si këtu i pam të dyja. Siç pam edhe